tu au shumë gjyra. Arsye që tu patjetër do të shpallemi të patjetër as rasti kështu i përkopshëm që na jep mundësi, po themi që pas kohemi Zotin, ne festojmë Zotin, falenderojmë Zotin, që nëpërmjet mëshirës së Tij, nëpërmjet dashurisë së Tij, ne jemi besimtarë. Kjo është dërman bukur e jetës sot. Besimtari kur i ka një fe të gjallë, gjithmonë e ndjen praninë e Zotit afër vetes. Nëse di, do të kemi mundësi për të falendëruar Zotin, për të festuar, për të gëzuar praninë e Zotit dhe praninë tuaj. Okej, i lash fjalë motor Aline. Do të thosh? Ke diçka? Po. Se për momentin mbarova. Vetëm për ka provokante. Në prezentacion. Zë bekume, kisha vënë se është doja pa probleme. Që është më kënu. Dhe kemi zënë bekume të pa probleme si mbrojtje e kishës tonë. Kështu që edhe ai doja të zënë pa probleme. Dhe më është dhe jetë për zënë pa probleme. Ja la dogo Hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është shpirtar për të Jezus. Atit e vjerë të shpirtin shenjë, se ka që të Lutje për shpirtin e i peshqit të sapës, që e në gjyqje që ka të dhe, për djalin e Arianës e Lutik, për ata që i kena në gjurë televizor që i kemi nga. Të gjithë të jepi o Zot, pushimin e vasosur, e shqetrika pavarur, pushoshin e paqe, ashtu qoftë. jepi o Zot, pushimin e vasosur, E shqetrika pushoshin e paqe, ashtu qoftë. jepi Ditë e bardhë, kur ndër ne prej zojës bekume, veshën bue si ka me ardhë, dilo dhe me prezendrite, për të rime e shëndrite, eja, sa më parë, me kushtu e botën barë. Eja, sa më parë, me kushtu e botën barë. Ne martati të birin të shpirtit shenjtë. Amen. Hiri Zotit tonë Jesu Krishtit, dashuria e Kryitat dhe bashkimi i shpirtit shenjtë, qoftë me ju të gjithë. Dhe me shpirtin tënë.
Ky faleminderit, domethënë janë fjalët e mia për ju. Për ty. Faleminderit gjithë për së bashku për Zotin. Ashtu. Edhe një herë, faleminderit që jeni këtu. Besoj që ata që kanë miqësi në Zotin nuk e harrojnë kur me një tjetër. Besoj që ata që e themelojnë miqësinë e tyre duke kuptuar Zotin, duke respektuar një tjetrin, është diçka që qëndron për gjithmonë. Okej, ashtu si ka thënë motër Adelina më parë, na ka ardhur nga Italia familja ime, një pjesë e familjes, sepse jemi pak shumë jemi, por gjithsesi kemi motrën e madhe që është para meje, quhet Marita Mariella, okej, si zoj Mari, me bashkëshortin e tij Franco. Ai më i gjatë është ai. Vi presento secondo le caratteristiche. Pastaj ju diamo il treti është Paolo, një se ne vetë Flora, dhe fundi më i gjata është Pasqualina, edhe pashur për ne, këtu në Shqipëri, me bashkëshortin e tij Giuseppe. Kështu që kemi Maria, Giuseppe, Jesusi. Dhe atëherë mund të festojmë këtë avveniment, po themi kështu, ku kemi marrë meshën e zojës së Papërhyer, sepse faktikisht vitin 2000, kur kanë qenë shuguru me shtatë, ne kemi kredu meshën ishte vita e shtunë, faktikisht, në data 7 pas dite. Po data 7 pas dite është vigjilja, që si ju në mesoni, ashtu si dje ka qenë mbrëmja e Shënikollës, nata e Shënikollës, njësoj me data 7 ishte nata e zojës së Papërhyer. Kjo ka qenë qëllimi që nga fillim për ne, që të shugurohej shaprik në datë të zojës së Papërhyer. Kështu e nderojmë zoje, është ajo që ta ka sjellë Jesusi. Është ajo që ta ka mundësuar një besim e një bekim prej ati qallor. Quindi dicevo che avevo scelto sin dall'inizio di ricevere la consacrazione sacerdotale alla vigilia dell'Immacolata. 7 dicembre pomeriggio, vigilia dell'Immacolata, in modo tale che poi il giorno 8 l'Immacolata ho celebrato la prima messa. Kështu fort të dashur që zemra jon që jetë më e gëzueshme, të jetë me të vërtet plot me çdo gëzim, me çdo bekim nga ana e Zotit, e dim çfarë na ndihmon. Kur ne duke kujtuar mëkatet tona edhe pendohemi, edhe i largohemi, edhe i ofrojmë Zotit. Sepse po e mendojmë fort mirë, Jesusi ka ardhur për të na treguar fytyrën e Antit, të marrë një vendin me mëkatet tona. Kështu është diçka e çuditshme për ne, sepse normalisht ne dimë që mëkatet nuk janë një gjë e bukur. Jesusi ka dëshiruar për të patur një miqësi të fortë me ne, për të na pajtuar me Atin, ka dëshiruar të përgjizohej për të marrë supët e tij mëkatet tona. Atëherë do të mësojmë këtë aspekt, që mëkatet tona ti mos ti kemi për vete, nuk i mos treguar Zotit. Kjo nuk na bën mirë. Nuk na bën mirë. Është i fakti që po arrini të krijetoni edhe sakramentin e rifimit, dhe pajtimi me Zotin është diçka që na lumturon. Kështu, questo momento vogliamo chiedere perdono al Signore dei nostri peccati, sapendo che il peccato ci allontana dal Signore, dagli altri, da noi stessi, anche. Sapendo che Gesù è venuto per mostrarci il Padre e prendere i nostri peccati. Li ha voluti, li ha messi su di sé sulla croce. Atëherë,
në heshtet i kërkojmë faljen e Zotit gjithë mëkatet tona. Poi le fede. Ju të gjithë pushtetshëm, dhe ju o vëllezër motra, se kam gatuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra edhe me shime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim, prandaj po i porositem së numës Mari, gjithmonë Virgjër, të gjithë engjëjve, shenjtërve, dhe ju o vëllezër motra, që të luteni për mua Zotit hyjë tonë. Hyri gjithë pustat shumë pas më shiri për ne, na i falë me katit tona dhe na përcjellët në jetën e pasosur. Amen. O Zot, ki më shirë. O Zot, ki më shirë. O Krisht, ki më shirë. O Krisht, ki më shirë. O Zot, ki më shirë. O Zot, ki më shirë. Lavi hyjë në lartësinë qellore, pace njerëzve vullnet mirë. Lavi hyjë në lartësinë qellore, pace njerëzve vullnet mirë. Ne po të lëvdojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të madhërojmë, po të falenderojmë për lavdinë tënde të pakufit. Zot hyj, mbret qiellor, hyj Ati i gjithë pushtetshëm, Zot hyj i lindur Jezu Krisht. Zot hyj, shenjtë i hyj, biri i Atit, ti që shkryen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. Ti që shkryen mëkatet e botës, pranoje lutjen tonë. Ti që rrinë të djathtën e Atit, ki mëshirë për ne. Sepse vetëm ti e shenjti, vetëm ti e Zoti, vetëm ti e i larti, o Jezu Krisht, së bashku me Shpirtin Shenjtë, në largimin e hyrët. Amen. Ti e përgatite për birin tënë një banesë të denjë për të, me ngjizjen e papërlyer të Virgjërës, të cilën e ruajte nga çdo njolë mëkati, në saj të vdekjes së paraparë të birit tonë. Bëj që edhe ne, me ndërmjetësinë e saj, të vim tek ti të pastër prej çdo mëkati. Për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tonë, që me ty jeton mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë, hyj për gjithë shekujt e shekujve. Amen. Pane Zot. Libri të Zanafilës. Pasi që Adami kishte ngrënë prej pemës, Zoti pyet njeriun e i tha: Ku je? Hyi u përgjigj, gjova zërin tënd në kopsht. Ai i tha: Kush të tregoi se je lakuriç? A mos ngrënë frutet nga pema, prej së cilës kam urdhëruar të mos hash? Njeriu ju përgjigj: Gruaja që më dhe për shoqe, ajo më dha frytet prej pemës dhe hëngra. Atëherë Zoti hyi tha gruas: Pse e bëre këtë? Gruaja ju përgjigj: Më gënjeu gjarpri dhe hëngra. Atëherë Zoti hyi tha gjarprit: Pasi e bëre këtë gjë, qof shmallkuar ndër të gjithë pagetit dhe kafshët e egra. Do të ecësh mbi barkun tënd dhe do të hash pluhur për ditë, e mod e jetës sate. Armiqësi do të vënë ndërmjet teje e gruas, ndërmjet farës sate e farës së saj. Fara e saj do të ndryllë kokën, kurse ti do t'ja ngjessësh në shtek për thembër. Njeriu e quajti gruan e vet Evë, sepse ajo është nëna e të gjithë të gjallëve. Fjala e Zotit. Përsërisim të gjithë së bashku e të themi: Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme. Nga dënjeu me fuqinë të së djathtës së vet, me fuqinë të krahut të vet të shenjtë. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni Zotit një këngë të re. Zoti e dëftoi shpëtimin e vet, përpara paganëve e zbuloi drejtësinë e vet.
ndërmend dashuria dhe besnikëria e vet dhe shtëpisë së Izraelit. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni Zotit një këngë të re. Të gjitha skajet e botës e pan shërbimit e hyjit tonë. Mbar toka le t'i provorit Zotit, e të gëzoj, të duartrokasë të këndoj. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni Zotit me harp, me tinguj veglash muzikore, me trumbet e me zë të pipzës së bririt. Provoritni para fytyrës së Zotit mbret. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni Zotit një këngë të re. Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, qoft bekuar hy, ati Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Të na zgjodhi para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e papërhyer para Tij në dashuri. Ai na parashënoi për veten të jemi binë në shpirt në sajt të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, përnder të lavdisë së hirit të Tij, e të cilin na pajisi me anë të birit të vet të dashur. Në të edhe ne u bëm trashëgimtar, të paracaktuar me vendim të Atij që vepron gjithçka sipas pëlqimit të vullnetit të vet. Të jemi ne nder të lavdisë së Tij, ne që qysh më parë e vuam shpresën në Krishtin. Fjala e Zotit. Falenderojmë Ty. Aleluja. 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 Falem o Mari hir plot, Zoti me ty, je më e bekuar se të gjitha gratë. Aleluja. 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 Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Leximi Injili sipas Lukës. Lumturi të qoftë Ty o Zot. Në të 6 muaj hyi dërgoi engjëlin Gabriel në një qytet të Galiles që quhet Nazaret, te një virgjë që ishte fejuar për një njeri që quhej Jozef, prej fisit të Davidit. Virgjëra quhej Mari. Engjëli hyri tek ajo dhe i tha: "Të falem, o hir plote, Zoti me ty." Kjo fjalë e shqetësoi Marina, dhe zuri të mendoi që do të thotë kjo përshëndetje. Por engjëli i tha: "Mos ke frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para ty. Ja, do të mbetesh shtazën. Do të qitesh në dritën e djallit, në ngjitje e emri Jezus. Ky do të jetë i madh, dhe do të quhet biri i hyjtë dhe jetë lartë. Zoti i hyjë do t'ja jap thronin e Davidit, atit të tij. Ai do të mbretërojë përgjithmonë mbi shtëpinë e Jakobit, dhe mbretëria e tij s'do të ketë mbarim." Atëherë Maria i tha engjëllit: "Si do të mund të ngjajë kjo, ndërsa unë jam virgjë?" Engjëli i u përgjigj: "Shpirti i Shenjtë do të zbresë në ty, e fuqia e hyjtë të jetë lartë do të mbulojë me hijen e vet. Prandaj, ky fëmijë do të jetë i shenjtë, biri i hyjtë. Dhe ja, Elizabeta, pushërira jote edhe ajo në pleqin e vet, pret i lindë djali. Ajo që mbahet veronje është në të 6 muaj. Vërtet, s'ka gjë të pamundshme për hyjtë." Atëherë Maria tha: "Unë jam shërbëtorja e Zotit. Më ndodhë siç the ti." Atëherë engjëli u largua prej pranisë së saj. Fjala e Zotit. Lavdimi qoftë Ty o Krisht. Kanë kaq shumë
Zotit që vërtet është edhe pak e vështirë ta mendosh e ta zgjedhësh atë që dëshiron të transmetoj. Sepse me të vërtetë kemi në këtë ungjil për shembull, edhe engjëli që vjen në emrin e Zotit, në emrin e Atit Qellor, kështu Ati Qellor është i pranishëm. Thuhet për Shpirtin e Shenjtë, thuhet për lindjen e Jezusit. Bie që rinia e Shenjtë, si gjithmonë, është e pranishme, që çdo gjë në jetë, çdo gjë në botë, vjen në emër të Trisë së Shenjtë. Ka edhe Zonja Mari, ajo që na ka mundësuar ardhen e Jezusit. Atëherë mund të themi kështu që kjo me të vërtetë është një festë e madhe, sepse na ka paraqitur të gjitha, na ka paraqitur shërbimin tonë, duke përmendur ata që na kanë shëruar. Ati Biri Shpirti Shenjtë dhe Zoja Mari me punë e saj. E një pjesë të meditimit, për shembull, tani, kur them pjesë të meditimit, kam fjalë që secili prej nesh, nuk është vetëm fakti që një meshtar që është këtu e kelteri thot diçka që e ka menduar e që i shërbën për të bërë predikimin. Gjithmonë fjala e Zotit, po edhe predikimi, janë në favor të popullit. Ne jemi meshtar për të shërbyer popullin, si meshtar për vete. Kemi vërë meshtar për të fituar nderin, në qoftë se fitohet nderi nga një meshtar, kjo do të vijë prej popullit, sepse meshtari e shërben mirë. Kështu që diçka është për ju. Besoj që kjo duhet ka tek parasysh, sepse diçka në historinë shpëtimit, diçka në planin e Zotit është në shërbim të njerëzve. Nuk ka gjë që është për nderin e Zotit, po normal që ne nderojmë Zotin, po vetëm sepse kemi kuptuar që Zoti vepron për gjithë njerëzit dhe vetëm që njerëzit të fitojnë diçka prej tij, të fitojnë shërbimin. Kështu që meditimi, çdo meditim uroj që të gjithë jemi të përgatitur që kur marrim pjesë në mesh, të dëgjojmë me vëmendje fjalën e Zotit. A Zoti që flet, a Zoti që na dëgjon fjalën e tij, është Zoti që na shoqëron në përmet të këtyre fjalëve. Dhe kur bëhet predikimi, ti jeni të gatshëm të merrni diçka për vete, për fen tuaj, për jetën tuaj. Kështu, për shembull, duke folur edhe për veten, këto fjalët e Marisë, unë jam shërbëtorja e Zotit, më ndodhet siç the ti. Dhe të mendojmë kështu, së pari, që vetëm Jezusi, kur në momentin e vështirë të jetës së tij, në mundimet e veta, kur ka filluar vuajtja e mundimeve, vetëm Jezusi ka thënë ka shprehur një po më të plot të Marisë, kur ka thënë o atë, bëft vullneti yt. Maria ka thënë po të një gjë, por me fjalë të ndryshme, unë jam shërbëtore e Zotit. Një disponibilitet në plot. Maria në atë moment me të vërtetë me tërë jetën e vetë, ashtu si do të ndodhë edhe më vonë, ka qenë në dispozicion në dëgjimit të plot ndaj Zotit. Ja meditimi, po ne. A nuk mendojmë sa herë kemi thënë kështu Zot. Ja ku jam. Ja ku më ke. Unë jam për ty sepse ti je për mua. Me që ti je për mua, o Zot, unë jam për ty. E
ne mund të bëjmë këtë, mund të përsërisim këtë, çdo ditë e dim pse. Sepse e dim se Zoti është i mirë. Se Zoti nuk na gënjen, e nuk na zhgënjen asnjëherë. Kështu fort të dashur. Ta marrim diçka për Zotës Mari, e ta kemi këtë lutje. Unë jam shërbëtori i Zotit, unë jam shërbëtoria e Zotit, më ndodh siç e di, sipas punëtit tënd. Nuk kam një sqyrim më të lartë, nuk kam një dëshirë më të madhe. Sepse, po të kushtohem ty jetën time, të kushtohem ty, atjetër që gjithçka është në dorën tënde, o Zot. Falni 2 minuta, qui si meditava sul fatto che nell'Evangelo presente la Trinità, perché il Padre è rappresentato dall'angelo Gabriele, si menziona lo Spirito Santo, si menziona la nascita di Gesù e c'è tutto questo rivolto alla Vergine Maria. Quindi è una festa grande, anche la liturgia della parola ci aiuta proprio a vedere la grandezza che il Signore opera tutto per l'uomo. Perciò anche noi possiamo dire al Signore: sono tutto per te, sono tutto per te, siamo tutti per te, perché tu sei tutto per noi, hai fatto tutto per noi. E quindi prendere da Maria queste parole: sono la serva del Signore, avvenga secondo la tua parola, che questa frase della Vergine Maria trova poi la sua pienezza, diciamo così, nella parola di Gesù: o Padre, sia fatta la tua volontà. E dunque ci chiedevamo se noi così diciamo ogni giorno, così preghiamo ogni giorno, perché ci sentiamo davvero seguiti, amati e redenti dal Padre, dalla Trinità, dalla Santa Trinità. Și ultimii meditudici cambi Zoe Marie, durata Spirtiscentă, așa durata mrecuroșme. Iisusi, așlind călindu na naturën tonë njerëzore, sepse Maria i ka thënë po Zotit, o sepse Shpirti Shenjtë ka zbritur mbi Marin. Pa Shpirtin e Shenjtë nuk ekziston besimi. Pa Shpirtin e Shenjtë nuk ekziston punë tonë, Zoti. Pa Shpirtin e Shenjtë ne nuk mund ta ndjejmë në brendësinë tonë sa i mirë është Zoti. Ja dëshiron ta dish sa i mirë është Zoti, ai dëshiron ta pranosh Zotin, lutesh Shpirtin e Shenjtë. Çdo lutje të fillojë duke ftuar Shpirtin e Shenjtë, çdo lutje të mbarojë në përdishimin tënde thirrë gjithmonë Shpirtin e Shenjtë, sepse ja kaloj pak tek leximi i parë që shumë interesante, sepse jeta jonë sprovohet prej historisë, prej jetës. Jeta i njeriut është gjithmonë një jetë e sprovuar. Një jetë ku ne do të marrim sa vendime, ku ndonjëherë nuk jemi shumë logjik në atë që bëjmë, ndonjëherë edhe mërzitemi prej vetës, shumë gjëra. Ndonjëherë me të vërtet njeriu rrezikon të humbë vetën. Leximi i parë, që është momenti më i herët, po themi kështu, është momenti i parë më i herët i historisë njerëzore, ku Adami e Eva nuk kanë vazhduar në rrugën e tyre me Zotin, megjithatë, pas mëkatit të tyre, pas largimit, është mëkati mosbindjes. Është mëkati që kështu nuk I ka pëlqyer diçka, mëkati mosbindjes, ky është mëkati I vërtet. Kur njeriu nuk I bën Zotit, kur njeriu nuk ka besim në Zotin. Dhe edhe armiku që kemi dëgjuar, të Çorxhapi, okay? Këtë I ka ngulitur në mendje në shpirtin e Adamit dhe Evës. Zoti nuk është
besueshëm. Zoti nuk është besueshëm. I nuk mund të themelon, thot ai, nuk mund të themelosh jetën tënde mbi Zotin. Dhe Adami dhe kështu ka vazhduar këtë kujdim e kemi dhe ne, nga vjen herë pas herë, si pas rasteve të ndryshme, pas rasteve të ndryshme. Nuk ja vlen besosh në Zotin. Po thonë që edhe në momentin parë më i herët të historisë njerëzore, kur ta kanë bërë mëkatin, janë largu prej Zotit, automatikisht. Njeriu që largon prej Zotit, largon edhe prej të tjerëve. E kështu që kur i Zoti i ka pyet, çfarë ka ndodhur? Njeriu i përgjigj. Gruaja. Jo, gruaja. Shko të ka jo. Shko të ka jo se s'kam të regu. E ka ti vëm, në ndash e njerë prej të tjerëve. Madje, ka edhe hapësirë për ta akuzur Zotin, sepse Adami thotë, gruaja që ti ma dhe, ti ma ka dhe, ti më ke sjellë këtë. Të veni në mënyrë që të përgatitemi për jetën e parajsës. Përgatitemi. Të mendoj në këtë mënyrë. Ashtu si koha e ardhjes që kemi filluar ta përgatit për Krishtlindjen, ashtu siç kreshmet ta përgatiten për Pashkën, dakor? E dim që, duhet të bëjmë një farë sforzo për të gëzuar çfarë do të vijë më vonë, njësoj është e tërë jeta jonë. Sforzo, angazhime, gëzim, duke u bindur totalisht Zotit, është një përgatitje vrepshme e rëndësishme për jetën qellore. Për jetën qellore. Ku gjithçka do realizohet sipas vullnetit të Zotit. Bashkë me ju, në gjithë zemër, falenderoj Zotin që pa merita nga ana ime më ka thirrur për shërbimin e shtatë. Pa merita nga ana ime më ka shoqëruar gjithë këtë vit. Pa merita nga ana ime do vazhdoj si do Zoti i ka ime, e uroj ju premtoj emër të Zotit, me ndihmën e Zotit që i ka ime të vazhdoj në shërbim të njerëzve. Nuk ka një kuptim tjetër për mua në jetën time. Nëse është në favor të dikujt tjetër. Nëse nuk është që të tjerët mund ta fitojnë që ka kanë fituar unë, edhe më shumë. Sepse nuk jam unë pikë riferimi i Zotit. Normalisht që ata që kam fituar, që Zotin ka dhuruar, unë uroj juve, dhe më shumë, sepse secili pastaj është një person vete, secili me mundësitë e veta, me fuqitë e veta, me energjitë e veta, shumë më shumë se sa në vetë një person që mund t'ja mundë apo dikujt tjetër. Kështu që vetëm falënderim, mbarojmë me ashtu si kemi filluar. Për falenderit jetë të na shoqëroj çdo ditë jetës sonë, sepse në të vërtetë Zoti ka dashur në mënyrë të jashtëzakonshme, të mrekullueshme, dhe ne gëzojmë këtë. Ju uroj që dita juaj jetë gjithmonë një jetë ku ju e dini që jeni të bekuar. E dini që Zoti ju ka bekuar me Jezusin. E dini që Zoti edhe në momentet më të vështira ju shoqëron, ju sjell atë dritë që ne si njerëz nuk arrim ta fitojmë. E në këtë mënyrë atëherë çdo gjë shkon për falënderimin ndaj Zotit. Por solo detto che insomma ringraziamenti d'accordo che per il mio sacerdozio senza merito da parte mia, di questi 25 anni senza merito da parte mia, il Signore ha voluto e quindi ho chiesto che continuo così a servire il popolo che
ogni cosa nella vita di un sacerdote per il servizio del popolo. Soffre di Gesù Cristo. Jezu Krishti, një të vetë një mbirën e hyr, të lindur prej atit para të gjithë shekujve, hyr prej hyr, dritë prej dritës, hyr vërtet prej hyr të vërtet, I lindur jo I krijuar, I një qenshëm në atin, në përmjet të ciluar të gjitha sendet, ai për ne njerëzit dhe për shpëtimin ton, zbriti prej qiellit, dhe më shkruar për mbytyt të Shpirtit Shenjtë, prej Virgjës Mari, dhe u bë njeri, dhe u kryqëzua për ne në Poncin Pilat, besoi dhe u varos, dhe u gjatë të drejtën I sipas shkrimeve, e u ngjit në qiell, dhe rrit në djatën e atit, dhe përsëritët të vijë në rapi, për të gjykuar të gjallët të vdekurit, e mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim. Besoj në Shpirtin Shenjtë, që është Zot dhe jetëdhënës, që rrjet prej atit e prej birit, që me atin e me birin adhurohet e lavdërohet, që folim në anë të profetëve, edhe një gisht të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike, dëshmoj një parëzim të vetëm, për faljen e mëkateve, për zgjatjen e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Motra, bashkuar në këtë kremtim solem, I drejtohemi Zotit me besime minjotje, duke kërkuar bekimin e Tij për vetën, që sot festoj, me që unë sot festoj, 25 vite shërbimi me shtara. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. O Zot, të falenderojmë për dhuratën e meshtarisë së Padre Mikeli. Bekoj shërbimin e Tij dhe jepi të vazhdoj të udhëheq popullin tënd me dashuri e përkushtim. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. Për 25 vitet e lutjes, sakrificës dhe dashurisë që ka dhuruar, të lutemi që ta shpërblesh me paqe dhe gëzim të brendshëm. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. Bekoj familjen e Tij, miq, dhe të gjithë ata që kanë mbështetur në shërbimin e Tij, që të jenë gjithmonë të bashkuar në dashurinë tënde. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. Për kishën tënde mbar, që të ketë gjithmonë mbarim të mirë e të përkushtuar, si ka qenë Padre Mikeli për ne. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. Për ne, bashkësinë e Tij, që të vazhdojmë të përvënzohemi nga shembulli I Tij dhe të jetojmë gjithmonë në besim e dashuri. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. O Zot, dëgjoje lutjen tonë. Lutje do ta them për vetën, që ka një vetë lumturi, të lumturu vetën. Faktikisht, po gjej rasti për të thënë që në këto 25 vite me shtari, 14 vite I kam kalu këtu në Shqipëri. I kam kalu ma shumë këtu në Shqipëri se në Itali. Por nuk ka rëndësi, është vetëm një aspekt kështu, ka organitur vite, asgjë tjetër, se jam shumë I lumtur, që nga momenti I parë jam nis këtu në Shqipëri, për ata që më kanë planuar kudo që kam shkuar, kjo quhet bekim, nuk quhet ndryshe. Faktikisht unë kam arritur në gusht 2011 në fundin e tetorit Padre Cristofori, misionar Cristofori, ju lutem
lutemi për të që nuk është një me shëndet. Me të vërtet. Lutemi për Padre Kristofori, për ishi për shpirti i Gjëshenit. Më kishte thënë, lutem shko në verë sepse tani nuk ka kush më të shpërbej. E unë kishëm kam arritur këtu dhe kam filluar në atë kohë. Kështu, ata që sot janë të rinj ishin kalamaj. Pastaj edhe 6 vite në Rubik, falenderoj komunitetin Rubikut, komunia e Rubikut, për më kanë pranuar. Në atë kohë fare edhe bashkëpunim me motrat e Rubikut, falenderoj për gjithçka në këto vite. Kemi shërbyer të bashkë. Vel, Farm, Raspik, Lugj, Baushkes, Rubiku, ka këndre vjetër, gjitha. Zotin na ka dhënë forcë, 6 vite kështu, dhe veç falenderim. Nuk mund të bëjmë gjë tjetër. Pastaj kam kaluar në zonë tjetër ku jam tani konkretisht fabrikari i fanit, shërbej po në Orosh, Shëmpali, Shëmëri, Reps. Vazhdoj dhe këtu me që të zhënë e pasdite jam i lirë, atje nuk të rriqëm, dhe jam i lumtur që mund të vazhdoj këtu. Falenderoj dhe njerëzit që keni ardhur sot të gjithë. Për të na kujtu historinë tonë, faktikisht historinë të pashtë që keni kaluar, që do kalojmë akoma më mirë me ndihmën e Zotit si gjithmonë. Kështu, të gjithë e falenderoj, kërkojmë që të na bekoj, neve, familje tanë, ata që janë largë, ata që janë këtu, ata që janë të smurë, të gjithë ne të realizojnë jetën tonë në mënyrë të mrekullueshme me bekimin e Zotit, në për Krishtin, Zotin tonë. Këngë të faqen 190.
Këtë ndër të gjitha kërkesat e paracaktove ndërmjet se hiri dhe model shëntërie. Prandaj të shoqëruar me korët të ngjallore të lavderoj duke të zhmuar me gëzim. Të falenderoj e teu ua dhanë nxënësve të vetë dhe ta, merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi që do të frijohet për ju. Po ashtu, pasi u kryelarka mori edhe kelkun, përsëri të falenderoj, ua dhanë nxënësve të vetë dhe ta, merrni e pini të gjithë prej këtij. Ky është kelku i gjakut tim, i bezdivjes së re të anëshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen në mëkateve. Bëjeni këtë në perkujtimin tim. Misteri i fesë.
duke ditur se të gjithë lutën për ne që jetojmë në botë. Così papà e mamma, tutti anche gli altri genitori, sapendo che la loro preghiera verso il Signore va sempre per i loro figli, i loro cari. E që gjithë së bashkë në tali, do të bëjmë një të heshtë për të kujtuar Sicili, për të kujtuar të ndjetëve. E të bjerë në mendë edhe për vëllezërit e motra tona, Damiano e Vittoria, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes. E të bjerë në mendë edhe për të gjithë ata që vëdiqen në mëshirë dhe pranoi edhe ata në dritën e fytyrës së. Po të lutemi i mëshirë edhe për ne të gjithë. Të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marin Virgjen Kyrinse, me shenjë Ozefin Fatje Sari, me shenjit apostoj, shenjë Himlin, shenjë Lorimin e me të gjithë shenjit që gjithërë që të pëlqyren, që të komanderojnë dhe të ledojnë në për Jesu Krishtin, Filin tëri. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë hygjit kustat shënë, në bashkime e shpirtin shenjë, të qovë që do mbere lavi, për të gjithë shekvi të shekvive. Ka një këngë e bukur pas me jetë që thotë që kur person që këndon thotë kur do paraqitet tek Zoti, u ka vetëm një fjalë për t'i thënë faleminderit. Që jeta jonë të shfaq konkretisht të falenderim ndaj Zotit, që në jetën tonë. Se pastaj kur ta takojmë Zotin, të vërtet ai falenderim do të jetë i madh, i plotë. Falenderojmë Zotin dhe thënë së bashku. Ati Që je në qiell, ku shëndroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na e fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga e keqi. Amen. Alion po të lutemi o Zot për të gjitha të keqijave dhe për mirësinë tënde në një pace në ditët tona. E në salje të mëshirës sate do të rirohemi për gjithmonë prej mëkatit. Do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi duke pritur shpresën e lume ardhjen e shpëtimtarit tonë Jezu Krishti. Ti o Zot je mbret, ti je i gjithë pushtetshëm, ti je i lumtur në anësh. O Zot Jezu Krishti, ke thënë apostujve të tu, po ju lë paqen, po ju jap paqen time, mos si shikohu mëkatet tona, por fenë e kishës së. E t'ja saj sipas vullnetit të paqe dhe bashkim, ti që jeton në mbretëron në shepit e shepive. Amen. Paqja Zotit qoftë gjithmonë me ju. Me shpirtin tënd. Jemi në idenë shenjën e paqes. E të gjithë nga unë. Ti që shtyrë mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qenëgji ynë, ti që shtyrë mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qenëgji ynë, ti që shtyrë mëkatet e botës, jep na neve paqen. Janë qëngji hytje që shryen mëkatet e botës. Lumë ata që në të thirur për gostinë e qëngji. O Zot, unë nuk jam i denjë që të marrë pjesë në kryesën tënde, por thuaj një fjalë të vetme, dhe shpirti im të dëshirohet. Ata që nuk marrin kullimin, ulën në veshkje, marrin këmbë në paqen 132. Do
kirë të veçantë, e ke ruajtur ngjisjen e pafajshme të Shenjtë Marisë, e për Krishtin Zotin tonë. Amen. Dhe një falënderim të veçantë për ata që kanë rregulluar gjithçka duke filluar nga Betlehemi, që është çdo vit e më bukur, bravo, do të fitojnë një certifikat, një diplomë, diçka. E një të shkuar Shën Josefi, e rregulluar me një kurs për Betlehemi. Shumë e bukur. A do i hyrë një ujë këtu? E bukur? Ope, në të shofë. Falënderim të veçantë për ata që kanë përgatitur dhe ushqimin, pastaj besoj që ju do t'i falenderoj pastaj duke bërë ushqim, falënderoj shumë. Do kërkoja për të gjithë një dorëtime. Zoti qoftë me ju. Për unë kryet për bekimin, hyj që në përmet birë të Shenjtë Marisë Virgje, deshi ta shërboj gjërinë njerëzore, u dënoftë t'i udhëroj bekimin e vetë. E pa që gjithmonë e kudo ndihmën e asaj në për të cilën merituat të merrni autorin e jetës. Sot e festojmë së bashku të kremten e Shenjtë Marisë Virgje, i marrshi me vete në familjet tuaja bekimin e shpirtërore dhe shpërblimet qellore. Bekimi i hyjë të gjithë pushtatshëm, i jati të i Birit dhe Shpirtit Shenjtë, mbi ju e qëndroft për gjithmonë. Me shokë shkojmë në pace. Do vëm një duartëkike me atë do të pangelizores. Duartëkike faleminderit.
faleminderit që kemi shkruar është pak. Dhe Mikeli ka si në radhë për ne nga Kondi Italis, ka shërbyer shumë me dinjitet. Ai gjithmonë ka qenë i gatshëm për çdo rast, për çdo gjë, për çdo ditë që pas nevojë u kujtohet. Dhe atë do ta falenderojmë me gjithë zemrën, që jetën e gjatë dhe të lumtur. Ju urojmë gjithmonë marrësi, punën me popullin pas jetën e lumtur. Është vllai, kjo është vllai, si se bukur. Ovviamente io non parlo albanese. Traduco io. Traduci. Unë jam përkthyesja. Mos e di. Ovviamente il momento è emozionante per noi. Thotë që momenti është shumë emocionues mbi të gjitha për neve. Intanto vogliamo come famiglia ringraziare anche loro perché sappiamo che siete sempre vicini a Michele. Ne si familje dëshirojmë t'ju falenderojmë sepse e dimë që keni qenë dhe jeni gjithmonë afër Padre Michelit. Per noi è molto importante sapere che Michele è circondato da persone che gli vogliono bene. Për ne është shumë e rëndësishme të dimë që Padre Micheli është i rrethuar nga persona që e duan shumë. Quindi grazie da parte di tutti noi Prandaj nga ana jonë ju falenderojmë shumë. e grazie anche per aver organizzato questa giornata. Dhe ju falenderojmë që keni organizuar këtë moment. Grazie.
60 vjeçe që jam rritur me paternitetin dhe i zot. Jam prezmuar, jam përbuar, jam përgjithruar. Na ka përkrahur të gjithëve, unë e kam thënë për zemër, që familja ime, të uroj vetëm shëndet, mbarësi dhe të cilësi sa më shumë pranësh. Bravo! Për paterniteti, të shpreh urime më të sinqerta nga ana ime për punën e palodhur që keni bërë gjatë gjithë këtyre viteve në shërbim të popullit të Verës. Zoti ju sjell të mira familjarëve tuaj dhe të gjithëve. Shumë faleminderit nga ana juve. Paternitetet në emër të gjithë grupit vallëve, edhe ashtu do të them një diçka. Rrestor, po them shumë, ban të buzëqeshur, e ban të komunikueshëm, nuk ka pa askudo. Tashi për të marrë fjallën Martinja, që është valtarja Maja Zonja, dhe ju bashkëngjitet është grupi për Alba Martinja, sa i ka lënë një vallën pikërisht me shoqëruan e ty, dhe të janë të shkruajt paternitetit, thuja të dy fjalë që dalin nga zemra. Lei e la danzatrice nata, proprio nata, perché lei inizia prima degli altri e finisce 2 giorni che gli altri sono già a casa. È madre di 9 figli, purtroppo vive sola. E quindi approfitta per le feste così si fa un po' di compagnia. È una bella donna. Questo è il vestito tradizionale. Lei viene sempre oggi io sono cosa andata, in genere. Si va verso la mezza mattina. Viva la mattina. Viene tutti al cittadino. Cittadino è tradotto, sono anche lo strumento della zona, si chiama cittadino, non lo vedete. E tiene frate e due. Mirëmbrëma ndër sekretarje, mirëmbrëma ndër sekretarje, të gjithë. Faleminderit. Emën e të gjithë nga marrja të zukë për përkhatin e rejzdesh. Jemi t'johën për me hadhe e për një rrugë, për një pasfirë me na. Pasirë parlament se i kemi gjërë, jakë të njës. Po pa të mësi për rrugën të orë, mushi, na regullojni, na bërë e kohë dhe këtë gjënë i bitë veta. Afroje, mikrofonin. Sot festojmë një përbetor të rëndësishëm në komunitetin tonë, 23 vjeç shërbim kryetar, tatit tonë të dashur Padre Mikeles. Në këtë ditë të veçantë, duam të shprehim mirënjohjen tonë të thellë për gjithçka që ai ka bërë për ne, familjen tonë dhe kishën tonë. Përkushtimi, mençuria dhe bujaria e tij kanë qenë një bekim për të gjithë ne. Ka një arjetim në jetën tonë, ka qenë një dhuratë e çmuar, dhe udhëzimi i tij shpirtëror na ka ndihmuar të rritemi në besim dhe dashuri për Zotin. Ne kujtojmë me mirënjohje kohët kur ai festoi meshën e shenjtë për ne, kohët kur ai dëgjoi lutjet tona, dhe kohët kur ai ofroi fjalë ngushëllimi dhe shprese. Pra një arjetim në komunitetin tonë ka sjellë gëzim, paqe dhe dashuri, dhe për këtë të jemi përgjithsisht mirënjohës. Ne duam të falenderojmë që na mësuat vlerën e bamirësisë dhe mshurisë dhe solidaritetit. Dëshmia juaj e jetës na ka frymëzuar të jemi të krishterë të mirë dhe të shërbejmë të tjerëve me dashuri e bujari. Faleminderit Zotit për gjithçka që keni bërë për ne. Ne jemi mirënjohës për pranimin tuaj në jetën tonë dhe në jetën tonë kish. Zoti ju bekoj dhe ju mbrojë gjithmonë. Të uroj të vazhdoni ta na udhëzoni dhe të frymëzoni mençurinë dhe dashurinë tuaj. Me mirënjohje dhe dashuri, e dona dhe populli i Verës. Tashi
Albanians Got Talent. Ju kthem tani një fotografi me këtë goca, ta keni Amerikë. Shikoni sa bukur ka familja. Pastaj. Që që më